që janë serbt viktima e listës serbe, që janë i manipuluar. Në anën tjetër e kemi pas këtë ardhjen e regjimit e Zotri Kurtit, cili do këtë mesiljen në veri, atë pozitën e ka dërgu në një pozitë ma vështirë. Në atë moment nuk e di brenda vetit vendimi im ke, po, do me dalë edhe pa asë një kufi me tregu të qytetarëve e Kosovës që unë e vete kam bo kufi me Sërbin, që jam Kosovar, që jam banore këtë shtetit, edhe që duhet open mind, me mendimet e lirë, me dalë edhe sinqert me prezentu problemat e komunitet sërbë në Kosovë. Që do me thonë në momentin... Gjë që a ndodhë në përgjithësi tek sërbët, apo është e kundërta? A dinë sërbët Kosovës i vendin e vetë? Mund do këtë sërbët e Kosovës tepër mirë respekton prezentimin im në për studio në Prishtinë. Po, juve po, a e ndjenë sërbët e Kosovës, Kosovën, shtetin e Kosovës si vendin e vetë? A mendojnë që ata mund të integrohen? Ajo është tash një pyetje për të cilin duhet me humbë ma shumë se 5 minuta. Unë do të provoj te për shkurt. Me interesën, me ekzistencën janë lidhur me Beogradin zyrtare. 80% e sebe janë në bugjet e shtetit e Sërbisë. Përdo vendet e punës cilat nuk ekziston. Paramendoni, Zotri Sadiku, që ju, gruaja juaj edhe 2 fëmijë juaj, ju e keni 5.000 euro nga Beograd. Çfarë obligimet zyrtare e keni? Asë një. Që do me thonë, Beogradi jetë tu ble, ajde ashtu quajtur, një trupin e serbëve, për të cilin i siston... Që i bie në ndryshe, për këthyër Beogradi i mban peng sërbët e Kosovës që të mos integrohen. Ajo është problemi ma serioze, edhe une në këtë studio me ju edhe me kolegët jonë, te për mirë e kemi spjegu atë, e kemi sqaru atë. Ndo këtë Zotri Albin Kurti edhe gjithë partijat në shtetin e Kosovës, që ose ngërkohen vetin për me ndru diçka në veriu, për me ajde instalu